Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes drejt për drejt nga studio e programit tonë dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në pasdite në Top Channel. Për të thënë që në fillim se në fakt data e sotme nuk është një ditë e zakonshme e kalendarit vjetor. Ndaj, ju ftoj të ndjekim së bashku pamjet që na sugjeron regjizori i programit tonë Redian Mulla, i cili ka përgatitur pikërisht insertin që ne mund ta ndjekim në vijim. Pikërisht 11 vjet më parë, më 24 mars të vitit 1999, një avion spanjoll i trupave të NATO-s do të ishte i pari që do të niste fushatën e madhe të bombardimeve të NATO-s mbi Serbi. Një përpjekje e kombeve të lira të botës për të thënë stop asaj që u cilësua si ekspedita më e madhe shfarosëse në Europën e pas luftës së dytë botërore. Dhe të gjithë e dimë se ishin me qindra e mira banor të Kosovës, të cilët u dëbuan nëpërmjet masakrave dhe krimeve monstruoze, të cilat u organizuan nga qeveria atëhershme e Serbisë, fatkeqësisht e përkrahur nga banorët, por edhe forcat paraushtarake dhe forcat e rregullta të ushtrisë. Pikërisht 11 vjet më vonë është momenti për të reflektuar, teksa duket se vitet po e zbehin disi atë kohë të errët dhe kur duket se herëherë ka tendenca për të ngatruar rolin e viktimave me atë të
agresorit. Është koha pikërisht për të reflektuar për këtë dramë të pashembullt njerëzore që panë sytë e Europës nëpërmjet vrasjeve, varreve masive apo rradhëve të gjata të depërtuarve që të kujtonin kohët e Gjermanisë naziste. Dhe pavarësisht thirrjeve në fakt për një kohë tjetër, për një erë të faljes dhe tolerancës e pajtimit mes kombeve, duket se është pikërisht tani momenti për të falur, por njëkohësisht për të mos harruar. Dhe ne pikërisht do të ftojmë sot në studio një personazh që e ka jetuar vetë atë kohë. Ajo është një gazetare. Në fakt ka lindur në qytetin e Pejës në Kosovë dhe në vitin 1999 ajo vetë dhe familja e saj patën fatin e keq të dëbimit nga forcat serbe. Dhe pas 8 muajsh të depërtimit të detyruar, ajo u kthye pastaj në vendlindjen e saj për të gjetur, ashtu si dhe shumë të tjerë, rënojat e shtëpisë së saj, njëkohësisht për t'ia nisur nga e para në një Kosovë e cila aso kohë ende nxirrte tym. Prej 8 vitesh, ajo punon në një radio popullore në Kosovë, quhet Blue Sky dhe është deg e radio televizionit të Kosovës. Njëkohësisht kohët e fundit ka mundur të realizojë një ëndër të sajën, i cili është pikërisht promovimi i një libri të re që bëhet nesër në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar. Në Kosovë atë e njohin, quhet Vera Pelaj, do ta bëjmë të njohur edhe për audiencën tonë sot në pasdite në Top Channel. Kam kënaqësi ta ftoj tani në studio. Mbloma Vera, më vjen, përshëndetje. Vera, duket se pikërisht kalimi i viteve duket sikur e zbeh dhe e mënjanon disi atë ekzistencën e këtyre kohëve kaq të rënda dhe të vështira. Gjithsesi, jam e sigurt që kujtimet mbeten. Ndaj do doja të dija si e ruan ti ende në kujtimin tënd atë ditë kur kuptove me të vërtetë se ti dhe familja ishit të detyruar të linit shtëpinë tuaj dhe të niseshit për rrugë. Në fakt, neve na priste një gjë e tillë, sepse asgjë të mirë në Kosovë nuk shije vetëm tim flak dhe njerëz të masakruar dhe të vrarë. Neve na janë vrarë shokë më të ngushtë, shokët e ilegalitetit, të cilët shumë vite më herët veç kishin filluar të merreshin me organizimin e luftës, që nga vitet e hershme, do të thotë që nga vitet 90. Neve na priste ai egzod, e dinim, por nuk e dinim momentin se kur do të ndodhë. Se në asnjë rajon ngjarjet nuk zhvilloheshin njësoj. Mund ta përmendi betejën e Logjës. Ne jemi shumë afër me fshatin e Logjës. Aty është bërë një betejë shumë e madhe, ndërsa në anën tjetër duket që zhvillohej jeta normale. Të paktën duket kështu, por ne gjithë ndjenim se edhe neve do të na priste ajo shumë shpejt. Domethënë nuk i ngjante sekondit as minutit. Në fakt unë në atë kohë isha studente në Prishtinë dhe isha larg familjes, dhe edhe pse është vija ajrore shumë afër me Pejën Prishtina, në atë kohë u mbyll magjistralja Pejë Prishtinë. Kam udhëtuar disa herë, shumë rrallë në për atë magjistrale, por ishte të mërshëm edhe udhëtimi. Sepse gjatë gjithë asaj rruge shiheshin vetëm kafsh, shtëpi të djegura dhe paramilitar serb. Do thotë ti shifshe me sy ato ishte një gjë e trishtueshme. Dhe pikërisht me 23 mars të vitit 99, një ditë para bombardimeve të NATO-s, ishim mbledhur disa shokë dhe shoqe student, të gjithë ishim larg shtëpive tona, i shifshim se misioni i OSCE-s në atë kohë, në krye me William Vokerin, vetëm po largohej nga Kosova. Dhe ne e ndjenim se derisa ata ishin në Kosovë, kishim një farë mbrojtjeje, po kur ikën edhe ata, ne mbetëm të vetmuar dhe na duke vetja se ishim të ngulfatur në atë qytet të madh kur forcat dhe tanket serbe ishin vazhdimisht në aksion e sipër. Dhe vendosëm që dikush donte të rrinte në Prishtinë, dikush donte të shkonte në shtëpi. Dhe me qenë se ishte pamundur të shkoja në rrugën e zakonshme, unë ju thash disa shokëve dhe shoqeve të mirë, thash unë dua të jem afër familjes time. Çado që të ndodh, dua të jem bashkë me ta. Dhe kam u thuar në përmalin e zi, do thotë i kam rënë gjithë rreth rrotull për të shkuar në shtëpinë time. Një ditë para bombardimeve, me 23 mars.
Në fakt, në gjitha referimet mediatike serbe, duket se media serbe vazhdimisht këmbgul të thotë se pikërisht dëbimi ose momenti i shpërnguljes, i largimit, ndodhi prej bombardimeve të NATO-s dhe jo prej atyre vetë. Ti je një dëshmitare e ngjarjes, e ke përjetuar këtë dhe mund të na thuash se si është e vërteta, përse ju u larguat? U larguam sepse na dogjën shtëpit, na harxhoi ushqimin, ne kishim frikën edhe që do të mbeteshim dhe pa bukë. Nuk është e vërtetë që shqiptarët ikën nga Kosova për shkak të bombardimeve të NATO-s, por serbët gjithmonë e kanë përdorur një strategji që i kanë detyruar shqiptarët e Kosovës të shpërngulen. Unë ta kujtoj edhe periudhën 10 vjeçare që nga 89-a kur gjithë njerëzit u larguan nga puna. Shumë shqiptarë të Kosovës, afro 600.000 të tillë në fakt erdhën si refugjat në Shqipëri, një numër kaq i madh në fakt. Ju dhe familja juaj zgjodhët pikërisht Malin e Zi. Përse kjo zgjedhje? Nuk e zgjodhëm, por u detyruam, sepse rajoni jon është afër me kufirin me Malin e Zi. Dhe ne për të shpëtuar e kishim rrugën më të lehtë andej se sa të vinim në Shqipëri. Sepse e kishim një lloj frike që atje janë populli është malazez, është policia malazeze, mund na ndodhte diçka, por na kanë pritur shumë mirë. Gjetët pra dhe atje një edhe atje jemi ndirë të sigurt si refugjat, por ndjenja e refugjatit ishte shumë ndjenje keqe. A e priste si e përjetoni gjithçka ndodhte duke e parë herëherë nëpërmjet ekranit, herëherë merrnit lajme. Çfarë ndodhte? Ishte vështirë nga Mali i Zi ta ndiqje se çfarë ndodhte vërtet në Kosovë dhe të merrnit lajme? Në fakt edhe Rozhaja, qyteti i Malit të Zi ku ne ishim, që është qytet shumë afër me Kosovën, ishte i stërmbushur me refugjat shqiptar dhe nuk ishim vend në përshtëpime. Domethënë ne kemi arritur në orët, kemi udhëtuar që nga ora 5 e mëngjesit dhe në 9 të mbrëmjes kemi mbërritur në Rozhaj, të lodhur dhe tendat e para në kampin francez janë hapur për ne, sepse s'kishte vend më në përshtëpi. Dhe më pas kanë ardhur edhe tjerë dhe janë bërë 2 kampe, kampi zvicran edhe kampi francez. Për të informuar kishim shumë të vështirë, sepse aty nuk ishte as televizion, as radio. Kishte radio, por me bateri, Deutsche Wellen e dëgjojshim në atë kohë, Deutsche Wellen në gjuhën shqipe. Kjo ishte e vetmja mundësi për të informuar, që ne mendojshim se po informohemi drejt, sepse edhe mediave malazeze nuk ju besojshim shumë. Se propaganda shumë e keqe, sidomos në gjendje lufte. Ne vazhdimisht u përhapi propaganda që po vriteshin intelektualët shqiptar, që ata cilët kishin mbetur në Prishtinë dhe për cilët ne shpresonim se ata janë zot në shtëpinë tonë, sikur që është i zoti i shtëpisë dhe njeriu gjen mbështetje tek ai. Dhe informacionet që ne merrshim se ata po vriteshin na humbi shpresa. Pastaj vjen momenti që merrni vesh lajmin se ju mund të ktheheshit drejt shtëpive apo jo? Po, e kemi marrë lajmin, fillimisht nuk e besonim që është e vërtet, por me kalimin e kohës e kuptuam që është e vërtet dhe me njerë pas një jave kur neve na lejuan që të ktheheshim Kosovë, ne s'kemi pritur dhe e kujtoj që ka qenë kolone e madhe veturave për të kthyer në Kosovë. E dinim që atje nuk kemi shtëpi, gjitha janë rënoja, por kemi vazhduar jetën në tenda. Vera, jam emocionuar që të dëgjoj rrëfimin tënd personalisht. Do të vazhdojmë të bisedojmë, ndjekim pak publicitet, rikthehemi pas pak në studio. Planifikues urban në Universitetin Polis. Hapësirë për mendimin. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today.
Lego Cafe. Duhet ta provosh. It's okay in the day. I'm staying busy. Glamour, Galleria ETC. Big Brother Albania 3. Shtëpia e Big Brother, aty ku tashmë të papriturat s'kan të sosur. Në lojë janë edhe 3 banorë të rinj. Njëri më i ndryshëm se tjetri. Mandi, Tatjana dhe Manal, natyrshëm po trazojnë rrjedhën e gjërave. Si do tjetë rrugtimi i tyre? Cili nga 4 të nominuarit, Bertina, Hakiu, Klodiani dhe Olta, do të lërë përfundimisht lojën? Çfarë përmban zarfi blu ende i pahapur që ndodhet në dhomën e rrëfimit? Shumë situata do të ndryshojnë. Për disa nga banorët do të ketë surpriza vërtet interesante. Për më tepër, këto dhe shumë të papriturat të tjera ju presin në një mbrëmje të vetme të drejtuar nga Arbana Osmani live në Big Brother Albania 3 të shtunën ora 20:45 në Top Channel dhe njëkohësisht në HD2. U rikthyer në studio për të vazhduar bisedën tonë me Vera Pelajn, një gazetare nga Kosova. Vera, dihet tashmë se prej agresionit serb, ashtu si dhe në Bosnjë, u bën shumë gra dhe vajza kosovare. Dhe së fundi, shkrimtarja kosovare Sania Gashi ka botuar ose është duke hedhur në treg një libër i cili bën fjalë për dëshmitë që ajo ka mbledhur pikërisht me këto personazhe, me këto viktima. Si ndihesh në fakt kur mëson të vërtet për masat e vërteta të tragjedisë të bashkëqytetarëve të tua? A një dhe ti rastet të atyre që i kishe në familje apo në shoqërinë tënde që kanë pasur një fat të tillë të dhimbshëm? Nuk njoh, dhe më vjen mirë që nuk njoh, por e di se kam dëgjuar dhe e di që ka shumë raste të vërteta, edhe është shumë e vërtetë që ka dhe fakte, por unë personalisht jo. Një tjetër shkrimtare kosovare, Flora Brovina, thotë se plagët dhembin kur ftohen. Aktualisht, si mendon ti, kush është zëri i dhimbjes në Kosovë? Po zëri i dhimbjes në Kosovë duhet jemi të gjithë, edhe ata që kanë mësuar, edhe ata që nuk kanë mësuar. Po sot për sot zëri i dhimbjes në Kosovë janë nënat e të zhdukurve, motrat e të zhdukurve dhe prindrit e atyre që nuk janë. Plagët vazhdojnë të jenë ende për të gjithë ne, sepse ende ka qindra viktima që janë të pa identifikuar. Nuk dihet ku gjenden trupat e tyre. Edhe njeriu nuk mund të ratoj shpirtin derisa nuk e din ku e ka vllaun, djalin, babën. Megjithatë na vjen mirë kur shikojmë zëra shkrimtaresh të tilla të guximshme që bëjnë të njohura për publikun dhimbjet e vajzave dhe grave shqiptare për të treguar pra një tragjedi të vërtet dhe dramën e vërtet kosovare. Sigurisht, pikërisht kjo i shërben në ditët e sotme asaj që tham që në fillim për të mos harruar apo jo, për cilën ne dhe po flasim së bashku. Ndërkohë, e ndrojmë disi atmosferën, flasim për planet e tua, për ardhjen tënde në Tiranë. Më kanë thënë se vjen shpesh në fakt. Po, në fakt Shqipërinë e kam vizituar për herë të parë në vitin 2008, në gusht të vitit 2008, dhe mezi prisja ta shoh Shqipërinë. Shqipëria ka qenë shumë afër me Kosovën dhe është faktikisht na ndan vetëm një kufi administrativ. Por me vitet të tëra, unë jam rritur me ndjenjen që më afër ndoshta kemi pasur Amerikën, më afër e kemi pasur ta kalojmë Oqeanin Atlantik se sa të vinim në Shqipëri. Dhe ardha për herë të parë në Shqipëri, pikërisht në Vlorë për pushimet verore, e kujtoj si sot kur e kam kaluar kufirin në Qafthan dhe kam hyrë në tokën shqiptare, më është dukur edhe pse isha në autobus se po mirja frymëndryshe. Në fakt, ajri ishte i njëjtë, po mua ashtu më dukej. Dhe këtu më pëlqen çdo gjë dhe jam e lidhur shumë emocionalisht. Po pse kam ardhur aq shpesh këtu, më ka lidhur edhe puna e librit,